anë gjitha këto. Nuk ka, shiqoni, kush o kancelari Merz. Çfarë shteti përfaqëson e keni faqë u sjellke në takime me Trump. E pa takimin e presidentit Erdogan me Trumpin. E keni dëgju bisedat. E sa kujdes bëj Erdogan. Pse? Se mbron interesin e Turkisë, don me lot lidhën me Amerikën. Shkuri ka strategjë për Kosovë atje me shit men, me u vë aty në filozofi që shumë për mbroj rendin dhe ligjin, po Amerika s'po donë me mbroj rendin. Thaj kemi 3D-ja, defense, development and diplomacy. A vetëm në diplomaci kemi. Ky as gjot njerit s'ka, ky është mjaç që i bën ashtu. Ky peshkatro vendin e vet. Tona ata burrat shtetë. Me tona ato shtete fuqishme, me tona ato armatime që i kanë, Gjermania, e miliarda, e triliona, e Turkia dhe keni pasi u sjellshin. Dhe presidenti Trump ka një herë i fshej këto fjalë aty në takime. A ke pasi u sjellë që i ke aty që i kesh në zyre. Ata me kujdes, ka dale, me fjalë të mira, me lon vendin e vet lidhën, me lon me Amerikën. Ky një kastravet shkon atje edhe me kujton që është shku me filozofu. Ky mu i filozofan, po vendi ti jashtë sherin. Edhe nuk ka qenë budal presidenti Rugova, që janë e fara luftës. E me gjitha ta vllazën tonë në Amerikë, kanë po shmosh me edukua Amerikën për ne. Ta janë do, me shpe thonë, si dhënë na populli thotë 100 pa i shpi. Ta njerëz nuk dhja kanë shpi. Edhe ata që investishin këta, nuk dhja kuptojnë që ka i bojnë shpis vetë, Kosovës, vendit vetë, atë dëvët vetë me këto sjellje. Nuk bëhet ajgare kështu. Nuk guxon me shku në shtet tynë atje, ti, me ligjeru atje, me shit pralla. Mëre me kujdes. Çdo fjalë që qëtë përgoje me kujdes. Sa ty dikush o ka t'i këqyra ato fjalë. Ti e ki përfason një fovull. Pse Erdogani, për shembull, bëj ke kujdes nuk ja kthej as një fjalë atij. Pse Mesi, pse ai tjetri, pse ky, pse ai, pse Tom, pse i shkon këtë bëje atij mos takimin me Putinin. Ja çka ky milionga? Si shkojnë në Amerikë?